Kadri Veseli është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Për zgjedhjen e tij si kandidat i vetëm i propozuar, me aklamacion votuan 740 delegatët e mbledhur në konventën e 7 të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila filloi sot në Prishtinë. Pas zgjedhjes së tij kryetar, Veseli tha se PDK-ja do të vazhdojë edhe më tej me prioritetet strategjike të saj, të cilat sipas tij janë edhe në interesin e Kosovës. Jeta më ka mësuar se asgjë më të shenjtë nuk ka se sa besimi i njeriut. Faleminderit për këtë besim, për të jam për të jasë në mas. Faleminderit shumë. Munduat që në fillim të theksojnë falenderimin tonë për bashkë me njëherë, për njeriun që themeloj, forcoj, zhvilloj, fitoj për Partinë Demokratike të Kosovës, për Shtetin e Republikës Kosovës, ish kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Presidentin e Republikës Kosovës, Zotin Hashim Thaçi. Në hapje të punimeve të kësaj konvente dyditore, Hajredin Kuqi, nënkryetari i PDK-s, duke vlerësuar rrugtimin e deritashëm, tha se Partia Demokratike për gjithë këto vite ka qenë në krye të proceseve që ka kaluar Kosova. Milionit e them se jemi në një moment të fitoreve, jo vetëm të PDK-s, por të fitoreve evropiane për Kosovën. Në të arriturat historike në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe në vend, për gjithë të vite ka qenë në balë të proceseve dhe ka luajtur rolin vendimtar. Vizioni i Partisë Demokratike të Kosovës i shprehur vite më parë për Kosovën evropiane tani më është realitet dhe i prekur nga gjithë qytetarët e Republikës sonë. Ndërkaq për Enver Hoxhajin, PDK nga kjo konvent do të dalë me një mision të ri, i cili nga ndërtimi i shtetit tani do të orientohet në zhvillim të tij. Kur e mbajmë këtë konvent, Partia Demokratike e Kosovës i mbush 16 vite, 17 vite të ekzistencës së saj dhe të punës së saj si parti politike. Gjatë kësaj kohës, në udhëheqje të liderit themeltar dhe historik të PDK-s, Hashim Thaçi, Partia Demokratike e Kosovës ka qenë forcë vendimmarrëse gjitha proceset kryesore politike dhe socioekonomike në vend. Në deklaratën 19 pikëshe të lexuar në konventën e sotme, Partia Demokratike mes tjera shpreh vendosmërinë dhe angazhohet fuqishëm për sundim të ligjit, të luftës të pakompromis kundër korrupsionit, si edhe shpreh gatishmërinë e bashkëpunimit me të gjithë spektrin politik, shoqërinë civile, mediat dhe grupet e tjera të qytetarëve, me qëllim të ndërtimit të një demokracie të fortë dhe një shtet ligjor dhe të zhvilluar ekonomikisht.